Si the? Unë po ju jep tani shoqëria intervistë. Mirë. Ja, na erdhën emigratët nga Italia direkt me çanta. Me çanta nga aeroporti në zyrë. Okej, ndodhem këtu me zotërit nga Shkodra, por jetojnë në Itali, Shkodran. Bela e Tonini. Edhe nga Lezhë, por jeton Lezhë. Ti jeton Lezhë. Ti je kthyer, por rezidencën e ke në Itali. Po. Çfarë thot motra atje? Si thotë? Çfarë thot motra? Mos më gjet thot. Mos më gjet. Okej, kemi ardhur për të bërë. Ma thuj pak emrin lutem? Kol Spaci. Kola për të bërë pension italian, Po. por duke jetuar në Lezhë, rezidencën vazhdon ta kesh në Itali. Pra, ke të drejtë ta mbash rezidencën në Itali dhe të jetosh në Lezhë. Dhe të bësh pensionin. Sa vjeç je Kol? 69. 69. Por marrëveshja hyri në fuqi me një korrik të 2025-s, kështu që fillon pensioni po themi që tani, apo ja, me marrëveshjen. Okej. Tonini dhe Bela, si e keni situatën? Ne punojmë atje një agriturizëm. Po. Punojmë të dy Po burë një grup. çanta ato s'ka problem. Po, të dy burë grup. Hajde, Kena Lini. për pensionin e Shqipënisë. Se kena bërë domandën edhe ne. Sa vjeç je Bela? Unë jam 62 vjeçë, kam bërë në mars. Po. E kam qef me mujt me ba me këtë ligjin 40+. Pension italian ajo? Po, 41 italianin, vjet po. muj. Pa. Tani do ta bësh këtu me ne apo do ta bësh No, në Itali tek atje kolegja te jon? Kolegja jon. Të zyrat Unë kam marrë për Inasi pensionin e dhe Itali. Shqipërisë po. Pra, ti ke ardhur sot në Shqipërinë, Tiranë për pensionin shqiptar. Pa. Pensionin italian me 41 vite 10 muaj do ta bësh në Itali të zyrat e Te Inas kolegja, Çilli. po. Te kolegja të dhurata. Po, po ti e përshëndes. E përshëndesim Po. dhurata. Po, është një shqiptare që punon Ne zonjush. Po. Shumë brava, shumë e Një zonja. brava persona, veramente kena gjetë sakt njërin e duhur. Edhe këtu që na drejtoi dhurata. Edhe atje që aja ka bërë një punë shkëlqyeshme, aty bën një punë shkëlqyeshme për emigrantët në Pavia. Po, se tani zonën e Bel, Pavia. na shpjego për publikun, situatën. Ti midis Shqipërisë dhe Italisë ke vite pune 41 vjet muj. Po, Sa në unë- Shqipëri dhe sa në Itali? Unë me të thënë drejtën, këtu në Shqipëni, në bazë viteve që kam punu, mund të ndalin 27 vite. Shqipëri. Shqipëni se kam punu 3 vite në fermë bushatit, Po. mandej kam punu në kooperativë. Okej. Edhe atje kam gati 18 vite punë, po dhurata më ka bërë edhe kam 3 fëmijë, më ka bërë edhe 6 muaj. Maternita. Maternita. 55 vjet muj ka bo. Për 2 fëmijë. I treti Kam nuk tre. llogaritet. Po, A, po i nuk treti nuk llogaritet. llogaritet. Vetëm 2 llogaritet. Nejse, shumë mirë. Pra të ka bo maternita. Pa, Kështu që ti ka shtu gati një vit Po, më ka shtu punë gati një vit punë. Të me shumë pres. prej fëmijëve. Domandën e kam bë, Po. po e kena bë me dhuratën, edhe Po. presëm përgjigje nuk e di. Po. Me dhurata më ndajna prungliteti Për pensionin shqiptar. Bash do bëjmë pensionin shqiptar. Pa. Mund ta kishin bërë dhe italianin, por me që ju jetoni vërtet në Itali është më mirë ta bëni atje. Dërsa rasti i Kolës që jeton në Shqipëri, Po. por rezidencë vazhdon ta ketë në Itali, edhe në Shqipëri, por fizikisht ndodhet në Shqipëri, është më mirë ta bëj tek unë. Sepse do fusim llogarinë bankare shqiptare në euro, ndërsa për pensionin shqiptar do fusim llogarinë bankare në Në lek. po. Se sa po e hapet llogari. Po, faleminderit shumë. S'ka problem. Situata e bashortit. Unë pension kam dalë që në Shqipëni Ke dalë 24. Ke dalë pension shqiptar. Ara, Ja, s'kena në marrë. 65 kam bë në kusht. I këtë vit kam bë 66. Je 66 vjeç. Po nuk kena marrë pension ato. Nuk kena Po marrë pse? pension Allah. Pra ka mush moshën për pension, por se ka kërkuar Nuk- akoma nuk e kam. pensionin E kena- shqiptar dhe këtë po kërkojmë sot. Pa. E kuptoj. Për pension italian dhe ti parakoshëm do e bërë si Bela Tonin? Po, si Bela. Me 42 vite 10 muj? Po. I ke 42 10 muj Pa, midis pa, Shqipërisë pa, dhe Italisë. E kam, unë kam 21, kam në Itali, Në Itali po? e 27 kam Në në Shqipëri. Shqipëri. Pas ke goxha. Me ushtri e me tut. Se e quhen vite figurative ato. pa. Pra ke goxha, kështu që je duke kërkuar të zyrat e Inas Çilli në Itali pensionin italian. Pensionin që 2024. Të 2024. Okej, që nga 2024. Sepse akoma si ke mosh 66 vjeç, di pse i po i them ka këto mush detaj. 66 në gusht, me 3 Ke gusht. mosh, a? 3 gusht. E, të kisha E ka- ardhur për pensionin shqiptar para 3 gushtit, kishim fitu një vit pension s'na kishte djeg. S'na ishte humbur. Brenda vitit po të bëj kërkesa.
Tani fakti që Aty në Itali e kena bën kërkesën. për pension shqiptar, Na e kena bën domandën atje. për pension shqiptar për italian, Domanda Për një ka për mi bërë për mi bashku dy për pension italian. Pa. Duhet ta kishim shfrytzuar për pensionin shqiptar para treguesit që të fitoshim një vit, ndap 65 vjet, deri 66 vjeç, po u bë kërkesa, brenda vitit e shpëton një vit. Po. Ndërsa po u bë pas ditëlinjës kur jam mbush 66 vjeç, fillon këtu e mra për pensionin shqiptar. Qofse nuk e ke bë kërkesën për pension shqiptar, këtë nuk e di. Nuk e di, nuk e di çfarë ka bë, po themi dhuratë në atë rast. Ta ka bë për pension italian apo shqiptar? Këtë ta. Për mi bashku e kena bën domandën. Okej, për mi Për bashku mi bashku dakor. vitet e Shqipnisë me vitet e Italisë. E kena bën domandën korrekt. E kuptoj. Edhe dhurata po sa në ka komiteti si. Po pensioni shqiptar. Me djeg këtë vit. Për mos me djeg. Se unë keqë shumë. E nuk mi të marrë në gusht. E kuptoj. Këtu ka qenë Para i një vitit, javë. para i vitit na kanë thënë në komunë të Bushratit, Po? që bona që gjeta vitet, Po. fjalë. Më tha do të vishta përpara se të humsësh 65, do të vish një 20 ditë ka para. Jo, nuk ka nevojë që vinë këtu. Ka nevojë me shku te komuna, nuk ka nevojë me shku, sa ajo online bëhet dhe bëjnë bashkëri. Nuk Sa kola, sa vjet punë ke kol në Itali? Ke 5. 5 vite punë në Itali, po në Shqipëri Shqipëria me 39. 39. Edhe do marrin pensionin italian për ato 5 vite. Për publikun, mjafton të kesh edhe i vit. 52 setimane në Itali. 52 setimane në Itali. Në qoftë se raporti është 19 vite në Shqipëri. Dhe një vit në Itali, merr pension italian për atë një vit. Sepse bën 20 vite në total. Ha? Edhe kundërta, në qoftë se në Shqipëri ke një vit punë në Shqipëri dhe 14 në Itali, prapë merr pension shqiptar për atë një vit. Ta dini sepse shumë njerëz mendojnë nuk e kanë kuptuar shumë mirë këtë. Ja thon një vit pune. Okej, tani do futemi në zyrë, do vazhdojmë me kolën parin, pastaj me ju dytët që të bëjmë kërkesën për pension. Kolën do ta përcjellë shpejt. Përshëndesim ta qytetar të ju urojmë që të shkojnë të dhurata e të beskita. Jo vetëm, të zyrat e ina shizit kudo në Itali, jo personalizum të neve. Rëndësit një zyra jonë. Pastaj së është Valentina, së është Giuseppe, së është Gianluca, janë tonë edhe në për Itali. Për zonën ku jetojmë na. Të zonën në Bardis ku jetoni ju? Pavia. Pavia, aty është pak. Ajo ndodhet aty. Kemi pak shqiptarë në për Itali, po nuk janë shumë. Disa punojnë, diku të 12. Po të jeti kemi italian, po janë edhe ato bravo, vetëm se flasin italisht. Okej, vazhdojmë me punën. Faleminderit.